nga arkitekte në zonjën e raketave, historia e gruas që po armatos Ukrainën mes të luftës. E bëjmë ndërsa raketat na fluturojnë mbi kokë. Me këto fjalë Irena Terek përshkruan realitetin e punës së saj në krye të një prej kompanive më të rëndësishme të mbrojtjes në Ukrainë, duke prodhuar raketa, dronë dhe sisteme interceptimi në mes të luftës mes Rusisë. Terek ish arkitekte dhe e mbijetuar e masakrës së Buças, sot drejton kompaninë Firepoint, e cila është kthyer në një nga emrat më të diskutuar të industrisë ushtarake ukrainase. Nëse linë në kompanisë në Kiev, motoja "Kis nisis nosh, kush nëse ne jo", simbolizon përpjekjen për ndërtuar kapacitete të reja ushtarake vendase. Produkti kryesor i kompanisë është raketa e lundrimit Flamingo, e cila sipas Terek ka aftësinë të godasë objektiva në distanca të gjata. Një prej këtyre raketave raportohet se ka përshkruar 1800 km për të goditur një impiant kompanisë ruse Avitek në Kirov, duke transportuar një kokë luftarake prej 1150 kg. Terek deklaron se kompania ka kapacitet për të prodhuar deri në 200 raketa në muaj, por ritmi i prodhimit varet nga kontratat dhe financimi. Sipas saj, nëse një pjesë e fondeve evropiane do drejtohen në programin Flamingo, prodhimi mund të rritet ndjeshëm. Ajo foli edhe për dronet FP1 dhe FP2, duke thënë se interesi ndërkombëtar është rritur. Duke folur për projektin evropian të mbrojtjes ajrore Freja, ajo tha se synimi është krijimi interceptorëve me kosto më të ulët se sa sistemet ekzistuese si Patriot Missile System.